Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu në falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Lu Zotin Gjelle Gjelalu, knatësia, rahmeti dhe falje ti, le t'jetë mbi ne dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Shohim pra cila është porosia e radhës, mesazhi i radhës që Muhamedi na i sjell kësaj here. Kemi një hadith me vlerë, pra e folura për 3 e pejgamberit tim. Me i dal hakut muslimanit në 3 punë veprime. I dërguari i Allahut na i përcjell Ebu Hurajra këtë hadith ku thot: Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Të drejtat e muslimanit janë 3. Në 1, iyadetul marid. Kur të smuret, muslimani me e vizitu. 2, wattiba'ul janaiz. Kur vdes me e përcjell gjenazën e tij. Dhe e 3, wa tashmitul atisi idha hamidallah Azza wa Jall. Kur të shtit dhe thot elhamdulillah, ti me i thon ati yerhamukallah, Allahu të mshiroft. Pra, e folura për 3 e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, porosit që ne ti kemi parasysh 3 veprime. Ato, vizitat smurit, përcjellja e gjenazës dhe ti thush yerhamukallah vllaut ton besimtar. Lu Zotin na lehtësoj që ne ti përmbahemi kësaj këshille të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.